Nëse dhe ti je një grua që priti dashuri nga prindrit, nga babai i saj, që ishte mashku i parë, nga partneri i saj dhe nuk erdhi kurrë. Sot dua të them, mjaft më në pritje. Mjaft për një fjalë që nuk u tha. Mjaft shpresove në një të dua nga dikush që s'dinte si ta thoshte. Mjaft dhe fale veten dhe mos e zër me faj pse nuk more atë që duhej. Mos diçka nuk bëre mirë. Mjaft të presësh vlerën nga një mashkull. Mjaft të qash. Mjaft të jetosh në robëri. Mjaft u lodhe. Mjaft bëre sakrifica. Mjaft. Mjaft në keqardhi për të tjerët. Mjaft ta lesh veten me faj, me turp. Mjaft se nuk je turp, je grua. Je një gjë e shtrenjtë, e madhe, besnike, fisnike. Je gjithçka. Sot shikoj veten në pasqyrë dhe thuaj këto fjalë. Nuk ishte faji im që ajo nuk donte të më donte. Nuk dinte si të më donte, të më përkëdhelte dhe të më thoshte atë fjalë që unë e prita, sepse dhe ai nuk mori nga nëna e tij dashuri, nga babai i tij. Ka dhimbjen e tij dhe kjo dhimbje nuk ka filluar me ty, por e ke të shënuar në ADN-n, e ke nga 14 breza, e ke nga jetët e mëparshme, e ke patur gjithmonë aty. Por tani dua të të them që ti mundesh ta heqësh, mundesh të fitosh lirinë, mundesh të lirohesh dhe të dalësh nga ky rreth. Je grua apo burr? Dhe sot të grua po të them të shkosh në pasqyrë dhe të thuash vetes. Thuaj vetes tënde të vogël, akoma dhe ti mashkull. Unë jam këtu sot për ty. Unë të ndjej, unë të dua dhe sot zbëj zgjedhjen time që mos pres më nga të tjerët të më thuan të dua. Mos pres të tjerët të më ledhatojnë, të më përkëdhelin, të më japin drejt, të më japin vlerë. Mos pres më në mjerim, por unë do bëj diçka tjetër. Dhe atë diçka tjetër që do të bësh, jam këtu të të dëgjoj, të të shikoj dhe të gjithë së bashku të gjejmë zgjidhjen. Atë zgjidhje që kam qarë me shumë lot, me shumë sakrifica, derisa ta arri të fitoj lirinë. Është një dhimbje e madhe, por është një çlirim i madh. Dua të të them që kudo që t'jesh, kushdo që t'jesh, ke shumë forcë, por e ke brenda teje. Dhe lere veten të shkojë te zemra, të pranosh. Mund të gjunjëzohesh dhe të biesh, por ti ke shumë forcë, atë forcë që kam patur dhe unë, të biesh dhe të ngrihesh. Dhe unë jam këtu të të tregoj rrugën vetëm me përvojën time, dhe jo vetëm nga librat, vetëm nga metodat, por duke të thënë kush është rruga e vërtet që ne të dalim atje drejt lirisë. Po të them që nuk është e thjeshtë, por duke ndjekur aty ku je në robëri dhe në balt, nuk do dalësh asnjëherë. Prandaj zgjidhja do jesh vetëm ti. Unë jam këtu të të ndihmoj dhe të të tregoj rrugën drejt dritës të vërtet, drejt dashurisë të vërtet, drejt gjithçkaje që ti do ndriçosh. Thuaja vetes tënde sot, e përqafoj vajzën time të vogël që më priste në zemra. Thuaj të dua, të vlerësoj, të shoh. E fshi nga zemra pritshmërinë e heshtjes nga të tjerët, që heshtni deri tani. Akoma pritshmërinë që prisnje burrat që heshtin dhe nuk flisnin, po ata nuk kanë faj, sa ashtu i mësuan. Lere dashurinë të rjedhi nga brenda teje, nga brenda si një lum i pastër. Mos i lypës i dashurisë, por ti mos harro që je një mbretëresh që zgjedh. Unë jam ajo
do thua shqetësu e zinxhirin. Të shkëputem nga të gjitha këto plagët e të kaluarës dhe të vjetrat. Unë jam ajo që nuk grinde më për një fjalë që më mungon. Unë jam ajo që bëhet dashuri dhe gjithçka ja thot vetes. Në qoftë se dhe ti ke këtë plagë, ke këto problemet brenda teje dhe ke eshtur, je përdhunuar, je mashtruar, je zgënjur, ke përjetuar i dhërimin, ke mbyllur gojën, se ke patur frikë. Edhe për ju burrat, në qoftë se jeni ndjerë në këtë pozicion, jam këtu, jam Erita Cake, terapiste universale, për të të liruar nga travmat, për të të liruar nga zinxhirët e të skaluarës dhe nga jetët e mparshme, për të të liruar nga çdo gjë që të shqetëson, dhe kërkoj që të bëhemi shumë, të ndriçojmë zemrat e njëri tjetrit, të ndezim ato zemrat e njëri tjetrit vetëm me dashurinë, sepse kështu do arrijë të vijë armonia kudo. Di sekretin si të çojë atje. Dhe nuk të them që është e thjeshtë, po do qash dhe do biesh, por do ngrihesh më i fortë, dhe do t'i kesh dhënë besën jetës tënde, vetes tënde, që nuk do ta mërzitesh më. Ti do bësh zgjedhjen tënde. Do të qëndrosh atje ku ishe, apo do të bësh diçka ndryshe. Unë jam këtu për diçka ndryshe. Prandaj shpërndaj këto videot. Bëj regjistrimin në YouTube, këtu në TikTok nëse nuk je. Më ndiq në rrjetet sociale, në Instagram dhe në Facebook. Për më tepër, kërko ndihmë dhe jam pranë teje. Vetëm me përvojën time dhe jam këtu dhe jam një kanal i pastër me shpirt të sinqert në lidhjen me Zotin që të ndihmoj të t'jap dorën, por vetëm kur ti të më kërkosh ndihmë. Nuk mundem më dhe nuk do ta bëj më atë që bënja edhe unë deri tani, për të parë vlerën time, ndihmonja pa më kërkuar ndihmë dhe jepnja nga mungesa ime. Jam këtu për të gjithë ju gëzimtarët që dëshironi dhe për të gjithë ju shqiptarët kudo që jeni në botë, në çdo fshat të Shqipërisë, që të vijmë së bashku, të bëjmë terapi në grupe, akoma dhe ndërmjet platformës Zoom me internet kudo që jeni. Jam në pritje të kërkesave tuaj. Ju dua shumë, sepse ju jeni pjesa ime. Dhe mos harroni që çdo person atje jashtë është një grimcë e trupit tënd, e shpirtit tënd, se ne jemi një, jemi pika e oqeanit. Të gjithë bashkë bëjmë oqeanin dhe nuk mund të ikësh nga kjo jetë pa bërë misionin që ke ardhur të bësh. Dhe në qoftë se di, mund të komunikosh me mua në mesazh privat që të mësosh vetëm me ditën e ditëlindjes kush është misioni yt dhe gjithçka që ty të nevojitet, që të fillosh rrugtimin tënd drejt lirisë dhe pavarësisht. Të dua shumë dhe të pres. Edhe unë ashtu si ti, kam vuajtur shumë, por i kam kaluar të gjitha këto vuajtjet. Dhe e di që çdo person që ka patur vuajtje të mëdhaja, ka ardhur për një mision të madh. Dhe të gjithë ju bëj thirrje të bashkohemi, terapistë kudo që jeni, sepse ti kur të shruash veten, ke shruar tërë paraardhësit tënd 14 breza dhe ke shruar çfarë vjen dhe nga ata. Dhe pastron dhe shumë programe të kolektivit. Kush i tha këto programe? Ne erdhëm të zbërthejmë zinxhirët nga të gjitha, sepse i kemi një shpirt të fortë, kemi fuqi të fortë dhe mundet t'i arrijmë të gjitha. Prandaj, çdo gjë që nuk të vdes të bën më të fortë. Mos e harro këtë thënie. Të pres në 0030 699 321 46 37. Më telefono, më shkruaj dhe përgatitur për diçka më të madhe që do vi mbas disa ditëve. Ju falenderoj dhe ju dum.